Drejtori ekzekutiv i Meta, Mark Zuckerberg, do të dëshmojë të mërkurën në një gjyq për mediat sociale në Kaliforni, i cili vën në pikpyetje nëse veçoritë në platformat e kompanisë së tij dëmtojnë fëmijët apo nxisin varësinë. Zuckerberg do të dëshmojë para një jurie dhe para prindërve të fëmijëve që kanë humbur jetën për shkak të asaj që ata e quajnë përdorim të mediave sociale. Ai u ka kërkuar falje familjeve në një seancë dëgjimore në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, jeta e të cilëve ishte përmbysur nga rrjetet sociale. Zuckerberg mund të përballet me pyetje në lidhje me algoritmin e Instagram dhe veçoritë brenda aplikacionit, të cilat paditësit argumentojnë se janë krijuar për t'i mbajtur të varur përdoruesit e rinj. Padia është ngritur nga një 20 vjeçare e cila pretendon se përdorimi i platformave të Meta dhe Google gjatë fëmijërisë e nxiti drejt një varësie ndaj teknologjisë dhe përkeqësoi mendimet depresive. Padia vjen në një kohë kur vendet europiane po shqyrtojnë kufizimet në lidhje me moshën në Meta, Google dhe platformat e tjera të mëdha të mediave sociale të teknologjisë, si një mënyrë për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtja e dëmshme në internet. Padia argumenton se kompanitë kanë bërë zgjedhje të qëllimshme dizajnit të ngjashme me teknikat e përdorura në kazino për t'i bërë platformat e tyre më problematike për fëmijët, me qëllim rritjen e fitimeve. Ky rast njihet në Shtetet e Bashkuara si një gjyq vendimtar për mënyrën se si do të trajtohen në të ardhmen padit kundër gjigantëve të teknologjisë dhe mund të ndikojë në rregullore të reja për mbrojtjen e fëmijëve në internet, si në SBA, ashtu edhe në Europë.